se një diqka për të përmisu vetën në të ardhmen, edhe kështu nështë isha përgjigj dhe kjo pyetje pak edhe mangët, po doket, po nuk po muj me pas në një kështu tash që po më kujtohet. Po shkoj të pyetja për të botrore, ja? Cili lojtar është më i mbi vlerësuar në këtë botror? Une po mendoj që ato e konsideroj si mbi vlerësuar jo vetëm të botrore, por të gjithë karriera ati, cila po mendoj që Kimmich i Gjermanisë është mbi vlerësuar për mua. E shoh që loja ati nuk është edhe aq shfrytëdhënëse në kombëtarën gjermane sidomos, për shkak se loja ati ose pasimet e tij janë në drejtim jo të rrezikshëm, shpeshherë pason paralel ose edhe e kthen topin mbrapa. Nganjëherë mund ta shohim duke tentuar me ato pasimet ku tenton të i kaloj vinë e mbrojtjes për me gjetë lojtarët e tij me ardhit e një rast. Ai është për mu ndoshta më i mbi vlerësuar në këtë botror. Mirë. Pa asistoj unë e besën. Po. Faleminderit, ha? Nëse do të ishit trajneri një kombëtareje, cilin futbollist të famshëm nuk do ta grumbullonit? Të ponëm edhe trajneri. Se di Messi ndoshta? Ronaldo. Bravo për përgjigjen. Se Messi? Okej. Nuk ke nevojë për... E kryen stabilitetin me tjerë. Si pëlqen, si apo ky. Me thjesht. Si vendime duhen. Kalojmë te personalja. Cili ka qenë vendimi më i guximshëm që keni marrë në jetën tuaj? Nuk është që kam marrë vetëm një, kam marrë E kom lënë Messin jashtë formacion. Pasumbjes kampionat. Ka qenë disa realisht, por që unë jam edhe tip që guxoj, nuk është që e kam frikë të tentoj ose të marrë një hap të tillë kur unë mendoj që është mirë, sado për tjerët ndoshta duket absurde, kështu që nuk kam vetëm një, kam disa. Por Apo na e cek? tash. Ajo është shumë e gjatë. S'ka gjë. Unë e gjete. Ndikon mirë te shikuesit, ata që na përcjellin. E di, po s'keni kohë që të më dëgjoni, që kanë qenë disa. Ose si sonte që erdhe këto dhe e tregove më të mirën tënde. Faleminderit, po unë era e tjera do jem më e përgatitur. Të dielën për final. Ashtu e? Po. Fantastike. Faleminderit shumë. Okej, po kalojmë. Mundemi me vazhdu me Dragushën. Okej, shkoj me personale. Kush është kritiku juaj më i madh, familja, mesht apo vetja? Unë kritika zakonisht nuk i pranoj prej njerëzve që nuk janë të fushës time, pasi ata nuk më ndihmojnë fare. Mund me kritiku, po nuk i marr për bazë. Zakonisht kritikat i marr prej njerëzve që janë të fushës time edhe janë me nivel më të lartë se unë, e që ka është sigur, pasi niveli nuk ka kufi. Për që kam kishë ndihmu kritika, është normale që e kësha rrit, isha përmirësu, është kritë normale që kritikat kur të vinë, po pra, kur të vinë kritikat prej njerëzve të thët fushës që janë me nivel të lartë, atërë unë edhe përmirësuna, edhe më rregullohet karakteri, edhe sigurisht unë nxit për me ndryshu për të mirë. Pra, kjo është si përgjigje. Te treshja që i është tik? Të treshja mas shumë të vetvetja. Cila një kritik më e mira që e ki marrë deri tash, që mendon që ka ndihmu? Prej vetvetës. Prej vetvetës. Je shumë dele mirë. Ja, kështu, mujo. Vazhdojmë me tjetër? Po, vazhdojmë me tjetër. Okej. A me dani se favoritët tradicional si Brazili, Gjermania dhe Argentina jetojnë ende me lavdin e së kaluarës? Lavdia ose historia shkruhet edhe ato do të këgja një përprekje, një punë e madhe bëhet edhe sigurisht se lavdia mbetet gjithmonë kujtes, po gjithsesi duhet me përmend që Brazili dhe Gjermania janë duke përjetu këtë gjë, që e keni cekë në pyetje, kurse Argentina nuk mund ta themi se është duke u mburr vetëm me lavdin, pasi ata janë